Përshëndesim gjithë të nderuar shikues, këtë të rëndishni në këtë edicion informativ të News 24, fillimisht një me titujt kryesor. Projekt buxheti 2026 Rama 1 miliard euro për shëndetësinë, rikonstruksion gjiri falas grave pas kancerit, inteligjencë artificiale në sistemin shëndetësor. Kullat në kryeqytet po do akuzojnë qeverinë se bën pastrim parash dhe kërkojnë që aksioni të nisë nga qendra e Tiranës të ulëzojnë kullat dhe betonin. Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër mbi 334.000 qytetarë do të votojnë për të zgjedhur 5 kryebashkiak të rinj. AKU ka blokuar 25 ton nisër sod të kontaminuar me aflatoksin B1 në pikën kufitare të Hanit të Hotit. Ish ushtarakët janë dhënë sërish pranga për tregtiarmësh pasi përdorte taksin e tij për të fshehur aktivitetin kriminal. Kreu dhe vendosës Albin Kurti thotë se është më e favorshme të votohet një qeveri afatshkurtër me blau konjuftën se sa të mbahen zgjedhjet e reja. Bllokimi i buxhetit në SBA ka paralizuar aeroportin duke sjellë mbi 5.000 fluturime të anuluara ose të dënuara. Ramadani e Berisha po shkëlqen në Serie A si binjo në dilem për ta përpara Andorrës. Për shëndetësinë në buxhetin e vitit 2026 është parashikuar një fond prej 1 miliard eurosh, ku 15 milion euro shtesë janë akorduar për rimbursimin e barnave për pacientët e onkologjikut. Sipas kryeministit Rama, rritja e pagave do të vijë për personelin spitalor, ndërsa theksoi se për herë të parë inteligjenca artificiale do të përdoret në shëndetësi. Kryeministri Edi Rama deklaroi se për shëndetësi në vitin 2026 është parashikuar një fond për 1 miliard eurosh. Në një komunikim me ndjekësit në Facebook, Rama tha se 15 milion euro do të përdoren për rimbursimin e barnave të pacientëve të onkologjikut, ndërsa për herë të parë, sipas tij, për vajzat dhe gratë që fitojnë betejën me kancerin, rikonstruksioni i gjirit do të jetë falas. Për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i konstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Kreu i qeverisë tha se ministri i shëndetësisë Elvi Sala do të udhëheqë projektin e ngritjes së Institutit Kombëtar të Tumoreve. Sipas Ramës, për personelin shëndetësor do të vijë rritja e pagave, ndërsa shpreu ambicien që deri në 2030 asnjë strukturë shërbimi spitalor të mos jetë jashtë standardeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, 4.600 mjek, infermierë dhe farmacistë, si dhe 14.200 teknik dhe laborant do të përfitojnë një rritje të re pagash, çka është edhe një mesazh i qartë për gjeneratën e re të bluzave të bardha se në Shqipëri qëndrohet dhe punohet me dinjitet, dhe se Shqipëria 2030 do të bëhet vendi ku ikja do të jetë thjesht zgjedhje individuale, jo imponim nga pamundësia për të qëndruar dhe punuar këtu. Kryeministri tha se 2026 do të jetë viti ku në shërbimin shëndetësor do të hyjë edhe inteligjenca artificiale, përmes një kompanie që shteti shqiptar po e krijon me një prej ekselencave të inteligjencës artificiale në shëndetësinë europiane. Në buxhetin e vitit 2026, kontratat koncesionare do të marrin gjithsej 120 milion euro, ku 10 milion euro janë vetëm për inceneratorin e Tiranës. Në buxhetin e vitit 2026, financimet për kontratat koncesionare dhe projektet me partneritet publik-privat do të marrin 120 milion euro, ku vetëm 10 milion euro shkojnë për inceneratorin e Tiranës. Aktualisht në buxhet janë aktiv 11 kontrata koncesionare. Në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, financimet për projektet ekzistuese mbeten thuajse të pandryshuara, ndër projektet kryesore kontrata për ndërtimin dhe operimin e rrugës së Arbrit ruan nivelin e financimit prej 3.36 miliard lekë, ashtu si në vitin 2025, ndërsa shpenzimet për mirëmbajtjen e rrugëve parashikohen në 660 milion lekë. Projekti për
transporti me japeve në Orikun mbetet në 860 milion lekë, pa ndryshim nga viti paraardhës. Për 2 kontrata kryesore pritet të ulen. Programi check-upit për popullsinë 35 deri 70 vjeç parashikohet të financohet me 699.8 milion lekë në vitin 2026, nga 876 milion lekë në 2025, ndërsa pagesat për shërbimin e doganave ulen lehtë nga 1.52 në 1.5 miliard lekë. Rënja më e madhe regjistrohet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Projekti i sterilizimit të instrumenteve kirurgjikale dhe shërbimeve të dezinfektimit pëson një kurrje drastike, duke zbritur nga 1.9 miliard lekë në 2025 në vetëm 500 milion lekë në 2026. Në nivel vendor, projektet e Bashkisë Tiranë që përfshin ndërtimin e shkollave dhe programet për eficiencën e energjisë pësojnë gjithashtu rënje të moderuar. Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër do të votohet në 5 bashki të vendit për zgjedhjet e pjesshme. Janë mbi 334.000 votues me të drejtë vote që do të zgjedhin kryebashkiakët e rinj, ndërsa vlen të theksohet se fushata zgjedhore ka qenë e zbetë dhe jashtë vëmendjes mediatike. Socialistët kanë kandidat në të 5 bashkit, ndërsa PD mbështet kandidatët e pavarur. Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër 334.539 votues të 5 bashkive do të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj. KQZ ka shpërndarje materialet zgjedhore në 5 bashkit: Vlorë, Berat, Cerrik, Mat dhe Pelen. Në 5 bashkit ku do të zhvillohen zgjedhjet, Policia e Shtetit ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore, ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve, si dhe 473 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Në total janë 612 punonjës policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve. Policia e Shtetit i bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast që synon të tjetërsojë votën e tyre. Për herë të parë për këto zgjedhje të pjesshme, kandidatët thuajse nuk kanë bërë fushat ose kanë qenë jashtë fokusit mediatik, ku kanë munguar edhe liderët e partive të mëdha që nuk janë shfaqur në asnjë takim elektoral. Në Vlorë numri qytetarëve me të drejtë vote është rreth 172.000, në Berat mbi 82.000, në Cerrik 39.000, në Mat 29.000, ndërsa në Tepelen 12.600. Partia Demokratike dhe opozita zyrtarisht nuk kanë kandidat të regjistruar në siglën e tyre, por kanë deklaruar mbështetjen për disa emra që kandidojnë si të pavarur, të cilët do të jenë përballë 5 socialistëve, por edhe disa emrave të tjerë. Mandati kryebashkiakëve të rinj do të jetë vetëm një vit e gjysmë, derisa të mbahen zgjedhjet lokale në pranverën e vitit 2027. Partia Demokratike akuzon qeverinë se ka kthyer Tiranën në një lavatriçe parash përmes kullave shumë kafshë. Zgjedhon si agenta Evangjeli shigjeton ministren e Brendshme Albana Kociu, duke akuzuar për show mediatik dhe mbulim të aferave korruptive në ndërtim në vend që të nis aksionin nga qendra e kryeqytetit, sipas saj ku kullat e luksit po ngrihen mbi korrupsionin dhe pastrimin e parave. Partia Demokratike ka reaguar ashpër në aksionet e fundit të qeverisë kundër ndërtimeve pa leje, duke i quajtur ato skenime për propagandë. Në një deklaratë për mediat, zëvendësja e strukturës antikorrupsion Brenda Evangjeli akuzoi ministren e Brendshme Albana Kociu se po bën show publik me aksionin e liçenin e thatë, ndërsa ndërtimet më të mëdha dhe më të dyshimta ndodhen pikërisht në zemër të Tiranës. Pak ditë më parë, ministra e Brendshme Albana Kociu, shoqëruar me nënkryetarin e Bashkisë Tiranë, drejtorin e përgjithshëm Policisë Shtetit, drejtoreshën e IMT, inskenuan një tjetër show publik në liçenin e Farkës për treguar përkushtimin e qeverisë kundër ndërtimeve pa leje. Nëse ky aksion do ishte real, ministra Kociu duhet kishte filluar punën e saj vetëm disa metra larg zyrës cilës drejton, pikërisht në qendër të kryeqytetit, aty ku ngrihet kull pas kulle. Sipas Evangjeli, qeveria nuk guxon të prek ndërtimin në qendër të kryeqytetit ku janë ngritur kulla dhe komplekse luksoze që po shërbejnë si lavatriçe për pastrimin e parave. Le të fillonte me leje të ndërtimit apo katet pa leje të Tiranas Rock, Book Building, Net Building Tirana, Ice of Tirana, West Residence, Kulla Pyll, Klubi i Bllokut, Barn Tower e shumë të tjera.
Pa harruar rezidencat luksoze së Tirana Festival City, Square 21, Fiori di Bosco, Tirana Splendor, e dhjetra projekte të tjera gjigande që ka rrethuar kryeqytetin me beton dhe parat pista. Sipas dhënave të Partisë Demokratike, vetëm në 7 vitet e fundit janë dhënë leje ndërtimi për rreth 12 milion metra katror sipërfaqe banimi dhe komerciale, shumica e tyre në qendër të kryeqytetit. Sot, 1 metër katror në këto godina shkon deri në 5.000 euro, një çmim sigurisht i papërballueshëm për banorët e thjeshtë, të cilët nuk kanë vend në to. Prandaj, shumica e tyre janë bosh. Tregues i qartë i pastrimit parave që po ndodh në sy të të gjithëve. Partia Demokratike u bën kthirje spakut territori, lejet e ndërtimit të vëna dhe zbatimin e tyre, burimin e fondeve dhe skemat e pastrimit të parave pas projekteve, si dhe lijet midis ndërtuesve dhe funksionarëve të lartë shtetëror. Universiteti Luarasi ka hapur zyrtarisht programet bachelor të London School of Economics and Political Science, një prej universiteteve më prestigjioze në botë për ekonominë dhe shkencat politike. Ky hap historik sjell mundësinë për studentët shqiptar të ndjekin një kurrikulum ndërkombëtar pa larguar nga vendi. Presidenti i Universitetit Luarasi, Fabiola Isembelliu, theksoi rëndësinë e edukimit si një mjet zhvillimi dhe përballjen me sfidat globale. Universiteti Luarasi cili zyrtarisht programet bachelor të London School of Economics and Political Science, një nga universitetet më prestigjioze në botë për ekonominë, menaxhimin dhe shkencat shoqërore. Presidenti i Universitetit Luarasi, zonja Fabiola Isembelliu, ftoi studentët në këtë rrugëtim të ri dhe theksoi rëndësinë e përvojës akademike dhe intelektuale që ofron LSE. Welcome to London School of Economics double degree program with University Luarasi. Ndërsa filloni këtë udhëtim emocionues, dua të ndalim në moment për të njohur arritjen e jashtëzakonshme që ju ka sjell këtu sot. Keni punuar shumë për të fituar vendin tuaj midis mendjeve më të mira dhe më të ndritura të studentëve shqiptar. Në botë mundësish, ju pret. Shkolla e Ekonomisë në Londër është një vend ku debatohen idetë, ku testohen teoritë dhe ku shtyhen kufijtë e njohurive. Ndërsa do ndroni në këto vite të ardhshme, ju inkurajoj të jeni të hapur, të jeni kurioz dhe të guximshëm. Merrni rreziqe, bëni pyetje dhe kërkoni përvoja të reja, angazhohuni me kolegët tuaj, pedagogët tuaj dhe botën përreth jush, miqt që bëni, idetë që hasni dhe sfidat që ka përcjellni, do të frymësojnë kohën tuaj këtu dhe më tej. Do të keni mundësinë të mësoni nga ekspert kryesor në fushat e tyre, të merrni pjesë në kërkimet e përparuara dhe të zhvilloni aftësitë dhe njohuritë që do t'ju përgatisin për sukses në karrierën tuaj të ardhshme. Në fjalën e saj, Fabiola Isembelliu theksoi rolin e ekonomistëve të rinj në përballjen me sfidat globale dhe rëndësinë e edukimit si mjet për zhvillim të qëndrueshëm. Bracing the LSE experience. Bota ka nevojë për njerëz me aftësitë, kreativitetin dhe pasionin tuaj si ekonomist. Do të keni fuqinë për të formsuar politikat, për të ndikuar në vendime dhe për të nxitur ndryshimet. Do të jeni pjesë e një komuniteti global që po punon drejt një të ardhmeje më të begatë, të barabartë dhe të qëndrueshme. Do të keni mundësinë të përballeni me disa nga sfidat më urgjente të kohës sonë, nga ndryshimi i klimës te pabarazia, nga varfëria te përçarja teknologjike. Do të keni mjetet, njohuritë dhe mbështetjen për të bërë një ndikim të vërtetë. Pra kapeni momentin, shfrytëzojeni sa më shumë kohën tuaj këtu. Bëni pyetje, kërkoni mundësi dhe shtyheni veten të rriteni. London School of Economics është një vend ku mund të jeni, të mendoni dhe të bëni çfarë ju aspironi. Rektori i Universitetit Luarasi Etem Ruka ju tha studentëve se marrja e diplomës së LSE-s do të jetë një dokument i rëndësishëm për të ardhmen e tyre. Unë mendoj se kjo është një përbjetje kombëtare për të arsimuar djemt dhe vajzat shqiptar dhe për të dhënë një diplom dinjitoze. As vetë ju nuk e imagjinoni se çfarë zgjedhje keni bërë dhe sa shumë pishman do bëjnë ata që u tërhoqën rrugës për shkak të hezitimeve të ndryshme. E dini se sa vlerë ka diploma i domeni? Do mbureni me, do identifikoheni me të dhe portat do jenë më të hapura për ju në tregun e punës këtu në Shqipëri, por dhe në vendet e tjera të botës. Universiteti Luarasi është i pari universitet në Ballkan që ka sjellë programet e LSE-s në Shqipëri. Drejtori akademik i asociuar në Departamentin e Statistikës pranë LSE-s,
James Update tregon rëndësinë e këtyre 3 programeve. Alongside Ajo që do të mësojnë studentët këtu në Luarasi është e njëjta që si leksionet në LSE në lidhje me kurset e statistikës, pra me pak fjalë, është njëjti kurrikulum i London School of Economics që ne japim si leksion këtu në Luarasi. Në të gjithë botën kemi rreth 10.000 studentë që po ndjekin studime të udhëhequra nga LSE. Është një program botëror dhe studentët do të kenë mundësi të angazhohen me studentë të tjerë dhe mësues në të gjithë botën. Gjithashtu do të ishte kënaqësi që të vini të na vizitoni në Londër, në London School of Economics. Studentët do të kenë akses në materialet dhe metodologjinë e LSE-s, ndërsa procesi mësimdhënies do të realizohet nga staf i certifikuar dhe i akredituar i Universitetit Luarasi. Programet e ofruara nga University of London, në drejtimin akademik të London School of Economics, Business and Management, Finance dhe Data Science and Business Analytics janë ndërtuar për të përgatitur një brez të ri profesionistësh që mendojnë globalisht, veprojnë me integritet dhe inovojnë me përgjegjësi. Një prej studentëve të financës, pjesë e programit të LSE-s, tregoi për se zgjodhi të studiojë në këtë program. Kur mësova për herë të parë se Luarasi do të ofronte këtë diplomë, e kuptova mënyrë se përfaqësonte diçka të veçantë. Një program i hartuar dhe i udhëhequr nga një prej universiteteve më të mira në botë në fushën e financës dhe ekonomisë i ofruar këtu në Shqipëri. Është më shumë se një rrugë akademike. Është një ulje midis ekselencës ndërkombëtare dhe ambicjes sonë. 3 prej studentëve të Universitetit Luarasi kanë përfituar bursa ekselence nga UPA Bank, ABI Bank dhe nga Hysén Belliu Group për të ndjekur një prej 3 programeve që ofron LSE. Jemi shumë të kënaqur sot që ndodhemi këtu për këtë iniciativë kaq të bukur në mbështetje të studentëve ekselent në anë të një burse që Banka Amerikane e Investimeve ofron në bashkëpunim me Universitetin Luarasi dhe London School of Economics. Gjithmonë do të investojmë sigurisht me optimizëm në arsimin shqiptar dhe për të mbështetur talentet e reja. Grupi më i madh financiar në Shqipëri, Eurosigin Sig dhe UBA Bank, në kujdesin e veçantë të presidentit të grupit zotit Kadri Muhimi, është shumë i interesuar për bashkëpunimet me institucionet arsimore. Veçanërisht me Luarasin, jemi shprehur të gatshëm për të investuar për këtë bursë, duke qenë se Universiteti Luarasi ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm në sjelljen e LSE-s në Shqipëri. Është momenti që Shqipëria të fillojë të investojë në këtë drejtim me qëllim që të mbajmë trurin në Shqipëri. Ky bashkëpunim shënon një etapë historike për arsimin e lartë shqiptar, duke vendosur Luarasin në elitën e universiteteve të njohura ndërkombëtarisht, si qendër e njohur mësimore e Universitetit të Londrës. Dëshëm të në informacione dhe një ish ushtarak i forcave të armatosura bie në pranga pasi dyshohet se furnizonte grupe kriminale me armë zjarre. 46 vjeçari nga Tirana përdorte taksinë e tij për të fshehur aktivitetin e palishëm dhe se ishte arrestuar edhe 3 vjet më parë për të njëjtën veprimtari. Një ish ushtarak dikur pjesë e repartit të Pez Helmezit ka përfunduar sërish në pranga pasi dyshohet se furnizonte grupe kriminale me armë zjarre. 26 vjeçari Altin Selami është ndaluar nga policia e Tiranës gjatë operacionit të koduar Gun Expert, i cili u zhvilluar nga Komisariati i Policisë nr. 4 në bashkëpunim me seksionin e trafiqeve dhe në drejtimin e prokurorisë së Tiranës. Selami sipas burimeve hetimore përdorte taksinë e tij për të transportuar armë dhe municione me qëllim që të shmangte kontrollet policore. Gjatë aksionit, efektivët sekuestruan 4 armë zjarri pistolet, sesi municioni luftarak, lënë narkotike dyshuar si kokainë, si dhe pjesë të ndryshme armësh. Ky nuk është rasti i parë që emri ish ushtaraku del në qendër të hetimeve për tregti të palishme armësh. Në vitin 2022, ai ishte arrestuar dhe pezulluar nga detyra ushtarake pas dyshimeve se ndihmonte dhe furnizonte me armë grupe kriminale në Tiranë. Burimi nga policia thon se hetimet për rrjetin që ai mund të ketë furnizuar janë ende në zhvillim, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur të parat e mëngjesit ku dy automjete janë përplasur me njëri tjetrin duke shkaktuar vdekjen e njërit prej drejtuesve dhe pasagjerit që udhëtonte me të një shtetas 52 vjeçar. Policia e Lezhës sqaron se aksidenti nga ndodhur rreth orës 1:30 në aksin rrugor Lezhë-Milot. Nga veprimet e para hetimore në vendin e ngjarjes, dyshohet se shkaki i aksidentit rrugor ka qenë pozicionimi i gabuar në karrexhat i automjetit me drejtues shtetasi me iniciale AG 33 vjeç, i cili rezultoi në gjendje të dehur. Po ashtu kanë ndikuar edhe kushtet atmosferike me reshje të dembura shiu. 33 vjeçari është arrestuar në flagrancë, ndërkohë që grupi hetimor po vjen veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Një trup i djegur me pranga në duar gjendet në brenda një makine të vjedhur në Vjotjas pranë Athinës në Greqi. Trupi i djegur dyshohet si përket një shtetasi shqiptar dhe është plotësisht i karbonizuar e i pamundur për të identifikuar. Ngjarja supozohet se ka ndodhur prej të paktën 48 orësh, ndërsa forca të shumta policie shkuan në vendin e ngjarjes. Deri tani mendohet që trupi i përket një shqiptari i cili u shpallë zhdukur nga familjarët të enjten. Nëse ky viktima e krimit makabër bëhet fjalë për një person që nuk kishte precedent penal dhe disa ditë më parë ai u largua nga banesa. Mjeti brenda të cilit ndodhi viktima me pranga dhe i djegur u gjet në një vend larg banorëve dhe kalimtarëve. Shkëputemi tani për një aktësor publicitare dhe kthehemi sërish. Për të vjuar me të tjera informacione, autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 25 ton misër serb në hanin e Hotit, pasi në bazë të analizave laboratorike ky produkt ka rezultuar i kontaminuar dhe i pasigurt për shëndetin e kafshëve me përmbajtje të lartë të aflatoksinës. Ushqimi i kafshëve me aflatoksin përbën rrezik edhe për njerëzit sepse ajo depozitohet më pas tek qumshti. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 25 ton misër serb në pikën kufitare të hanit të Hotit. Shkak është bërë prania në sesinë e misrit të aflatoksin B1, e cila ka dalë mbi normat e lejuara për Shqipërinë. Kjo normë sipas burimeve për vendet e BE-s është e lejueshme, por në Shqipëri jo, për shkak se ka norma të tjera. Ushqimi i kafshëve me aflatoksin përbën rrezik edhe për njerëzit, sepse ajo depozitohet më pas tek qumshti, që konsumohet nga qytetarët. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka marrë 10 mostra të cilat janë në proces analizimi. Destinacioni final ishte qyteti i Elbasanit, ndërsa bëhet fjalë për misër Blektoral Refugio. Inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit që ushtrojnë detyrën në pika doganore. Në kuadër të monitorimit do të analizojnë çdo ngarkesë ushqimore në këto pika. Moti i keq ka përfshirë disa zona të qarkut të Elbasanit duke sjellë ulje të ndjeshme të temperaturave, rreshje të dënura shiu, breshër dhe era të forta. Sipas të dhënave gjatë natës së kaluar dhe orëve të paraditës së shtunës, në disa zona malore, veçanërisht në bashkinë e Gramshit, janë regjistruar stërvi të forta lokale të shoqëruara me rënje të pazakontë breshëri. Fenomeni është vërejtur gjithashtu edhe në disa fshatra malore të bashkive Librazh dhe Prenjas, ku rreshjet e breshit kanë qenë të dënura, por në kozgjatje të shkurtër. Deri më tani nuk raportohet zyrtarisht përdorje materiale apo nevojësi të shkaktuara nga moti i keq, ndërsa autoritetet lokale po ndjekin situatën me kujdes në rast se kushtet atmosferike përkeqësohen më tej. Kryeminist
Ministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për mediat lokale në Kosovë deklaroi se është më mirë që partitë opozitare të votojnë qeverinë e Glauk Konjufcës sesa vendi të shkojë në zgjedhje në muajin dhjetor. Opozita ka në dorë që të zgjedhë rrugën e mëtejshme, ose Kurti drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose Konjufca drejt zgjedhjeve në prill, theksoi ai. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se për vendin është më e favorshme të votohet Glauk Konjufca për kryeministër sesa të shkohet në zgjedhje të parakohshme. Duke folur për mediat në Kosovë, Kurti nënvizoi se është më mirë që Kosova të ketë një qeveri afatshkurtër deri në muajin prill dhe të votohet buxheti për vitin 2026. Tash së fundmi, natyrisht, me qenë që nuk I mora 6 nivellet e nevojshme, dhama propozimin tjetër, pa vonesë, me këtë do të merrem më njëherë pas balotazhit, dhe çfarë duhet të theksuar është që opozita ka në dorë që ta zgjedh rrugën e mëtutjeshme, ose Kurti 2.5 drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose Konjufca 1 drejt zgjedhjeve në prill. Për Republikën e Kosovës më e favorshme është të votohet Glauk Konjufca dhe ta kemi një qeveri e cila e voton buxhetin e Republikës Kosovës, planin e rritjes për Bashkimin Evropian, pastaj buxhetin për televizionin e Kosovës, buxhetin për ato 3 komunat që kanë ngelur fatkeqësisht me buxhetet vitit 2024, siç është Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potoku, mund të ketë disa marrëveshje të tjera ndërkombëtare dhe të bëhemi gati që në prill të shkojmë në zgjedhje, për shkak se duket që kur me kaq shumë vështirësi mbërrihet tek numri 6.1 për zgjedhje apo për zgjedhje të presidentes e kemi të vështirë të bëjmë 80 deputet në sallë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani me gjithë kundërshtimin e partive të drejtanishme opozitare mandatoi në orët e vona të së martës zyrtarisht Glauk Konjufcën nga lëvizja e vetëvendosje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Konjufca pason si mandatar Albin Kurtin pasi ky fundit 10 vjet më parë nuk ka arritur të krijojë mazhorancën parlamentare për të krijuar qeverinë. Konjufca sipas kushtetues ka afat 15 ditor për të prezantuar në kuvend përbërjen e re të ekzekutivit që duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për të zgjedhur kryeministër. Dhe me lajmet nga bota, bllokimi I buxhetit në Kongres ka bërë që më shumë se 5.000 fluturime në SBA të anullohen ose të vonohen të premte në ditën e parë të rregullave të reja që detyrojnë linjat ajrore të zvoglojnë trafikun ajror. Aeroportet po punojnë me numër të reduktuar kontrollesh ajrore si pasojë e bllokimit të buxhetit në Kongres. Vazhdimi I punës pa pagesë për më shumë se një muaj ka bërë që shumë kontrolle të trafikut ajror ose kontrollorë të sëmuren nga stresi dhe të tjerë të detyrohen të gjejnë punë të dyta. Më shumë se 5.000 fluturime në SBA u anulluan ose u vonuan të premten në ditën e parë të rregullave të reja që detyrojnë linjat ajrore të zvoglojnë trafikun ajror gjatë bllokimit të buxhetit federal. Rregullat e reja hynë në fuqi të premten dhe 20 nga aeroportet më të mëdha të vendit për të lehtësuar presionin mbi kontrollorët e trafikut ajror dhe punonjësit e tjerë federal që raportuan se po punojnë pa pagesë mes bllokimit historik të financimit federal. Për të menaxhuar mungesat e personelit, Administrata Federale e Aviacionit dëshoi një urdhër emergjence që urdhëronte një ulje prej 4% të fluturimeve, e cila do të rritet në 10% deri në fund të javës së ardhshme. Urdhri që ndikon në aeroportet kryesore në New York, Los Angeles, Chicago dhe Washington DC u miratua pasi kontrollorët e trafikut ajror kishin raportuar lodhje gjatë mungesave të personelit, ndërsa punojnë për të siguruar që hapësira ajrore e SBA-s të mbetet e sigurt për pasagjerët. Vazhdimi I punës pa pagesë për më shumë se një muaj ka bërë që shumë kontrollorë të trafikut ajror të sëmuren nga stresi dhe të tjerët të detyrohen të gjejnë punë të dyta për të siguruar ushqimin. Fox News njoftoi se shkurtimet në fluturime mund të arrijnë 20% nëse mbyllja e qeverisë vazhdon dhe kontrollorët e trafikut ajror vazhdojnë të mungojnë në punë. Mbetet e paqartë se kur përfundoi bllokimi I buxhetit për së fundmi, ka pasur lëvizje në Capitol Hill, ndërsa në javët e para të bllokimit nuk kishte diskutime mes republikanëve dhe demokratëve në Kongres.
sulmet ruse në Ukrainë u intensifikuan gjatë natës duke goditur objektet e energjisë dhe ndërtesat e banimit në të gjithë vendin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se 450 dronë dhe 45 raketa të llojeve të ndryshme u lëshuan gjatë natës nga Rusia. Rusia krijoi një sulm të madh me dronë dhe raketa duke goditur gjatë natës disa rajone të Ukrainës. Zyrtarët ukrainas thanë se shënjesër kryesore e sulmeve ishin infrastruktura e energjisë dhe ndërtesa civile. Presidenti i Ukrainës Zelensky tha këtë të shtunë se mbi 450 dronë dhe 45 raketa të llojeve të ndryshme u lëshuan nga Rusia në Ukrainë, duke thënë se sulmi kishte për shënjesër jetën normale të qytetarëve. Por çdo sulm që Moska kryen ndaj sistemit tonë të energjisë është një përpjekje për të dëmtuar njerëzit e zakonshëm para dimrit, deklaroi Zelensky. Në Arkiv u pezulua shërbimi metros dhe pati ndërprerje të energjisë elektrike si dhe ujë të pishëm. Transporti elektrik u zëvendësua me autobus dhe u hapën qendra ku ofrohet njohje banorëve. Operacionet hekurëdhore raportohen se u ndërpren në mënyrë të konsiderueshme në rajonin e Poltavës. Sa i përket dëmeve ndaj civilëve, u raportua për një sulm rus me dronë në një ndërtesë banimi në Katëshe, ku shkatëruan 2 kate dhe të paktën 2 persona humbën jetën.